Përshëndetje miq, po rikthehemi në studio me ekspertët e temave universale. Sot do të flasim për sponsorin, për sponsorët që fshihen pas një këngëtarie të famshme ose për sponsorët që i bëjnë femrat të famshme për një natë. Çfarë është një sponsor, zoti Gashi? Çka zoti Gashi? Si e shihni këtë fenomen? A tregon kjo që jemi në një krizë ekonomike sociale? S'po të kuptoj për çfarë sponsori je të fol. O, po folë për këto femna që i kanë 20 vjetë, a vozitin në Range Rover 2019. A baba i të në hanë që mërë. Po, vozitin e kanë edhe? Po, që kjo është dhe tema, po që mos ngullë komë se se jo në nakull. Hajde, vazhdo, falja po foljon. Dëgjëm, shumë mirë për kuptojnë që është tema. Po, a jemi tirë nga me folë për muzikë, a për çka? Po dhe po që sot pas ka vendosë me folë për qëta. Do me thonë nuk po dënë me folë për muzikë, po për qëta. Po honë njësja, mos... Do me thonë, tema ditës është pse një qikë ka vendosë mi qu kontë. Paka shumë, në vjetrasha më shumë. Po ja ka kajt akademi. Këtu i shdosh me përfundu emisioni. Jo, sepse ky fenomen ndodhë vetëm në Rusi, në Serbi, në Fangkeqe, në vendet slave, pra të pakta janë ato shtete evropiane të cilat përballën me këtë fenomen. Po qa kom faj unë që ti e kokmushk edhe ishe sende si kur fasad ma shumë. Ngom në eksperta, ngom të maspore të logjika jote Akademie Shkencave të Republikës Kosovës. Sa zdralica vendos mi qu kont këtë vend, qka, tash na i shdasht mi thur vargja, qka? Po lene mre më zboni hajgore, sinqerisht e kom. Katë është kjo muhabet? Po tash, në ka thirë, për Gjevreka së më folëm, po folëm që kjo tema pigrahëm për tjerëm këtë varteme. A, po dëni me tjerë, pse sponsora, a po dëni pse që? Sepse vinë për një familje dvarfën, vinë për një familje ku baba ose nana nuk diskutojnë me qikën e vetë, nuk jënë të hapën, vinë për një familje ku të nkohën, familja jënë të u përla, vinë për një familje shkurt të shqip të pashkollume. Ka që është këtu mshiret muhabeti. Na kemi pas një farë Baci Azizi, thajshëm është si një për babës tem, punt lug i ka pas, 11 fëmijë. Ka shpia punt lug. Adin një frigoj fe të rëdzum, një dert në mshelt me fshis, do dyrë në drejtaret në gjitha, adin që me mshelt drejtaret. Lug be ka pas bashk fleshin kërë konë ftoft, a qikat e shti Baci Aziz, kanë arrit me punu me një bank shumë të mirë, bank turke. Njona për të në kënën fort kes durën zemër, po nuk kam rri që, dhe më thonë, nuk ka dasht me pas një sponsor, mja u letu sa dhe pak, punë ka shpia. Me një fjallën, po du me thonë që nuk është edhe qaq keq me pas një sponsor. Unë ndajt njëjtin mendim me ju. Bile dje po mendoja pse djem nuk kanë sponsora. I ri po, zanin e bukur po, leshit ka dal, apo me fjalë tjera, si shtot popli, të kam rizu, qka të nevojit e ty si artist? Vesh mi rru kamt, edhe me dal me këshyrë kush po shkel ma shumë. Se na jena të jetu një kohë, që shë thajt e një fjallë ma heret e... Kapitalizm. Pa, jemi të jetu në kapitalizm, edhe se cili duhet me marrë riskun e vetë, se njërzia ta marrin prej gojës. E marrin. Unë nuk pajtona me këtë pjesën ku thuat për shemull sponsorizim. Se sponsor është diçka tjetër. Dorën zemër do të më pajtu. Sponsorët ti shkon, ja merë njëri disa mjete financiare për një punë caktume, ja vendos logon ose reklamen dhe kjo është sponsor. A kur flasëm për këto dy kamshat që e patët laf, ideja është kjo. Këto ma shumë kësha me thonë jenë si gjahtare, gjujnë dhe me thonë kapin, glabrojnë. Dhe, tek e fundit, kanë vendosë me thonë gjithë shka për me u botë famshme, jepni. Pëshurë në jetën e juvë në to edhe grahni. Po, kur e marrëm vesh që një femër e re, po del me një burr i cili ka 230 kg. Po që ta sponsorojnë e ti motër.
Sa ai që shkon me ushtru atje, që është bildere, që është facer qifti jam, për shembull, i nxan vetë, po që ta sponsorojnë. Na kena pas një nip, u konë shumë i keq. Besa më konë shumë i keq, adin një ftyrë bashkë si me shlajfit me Rakovic në ftyrë. Një goj kërë e qelë ke si kampi përqendrimit, më konë. Do vesh si kom të bebe si ka pas. Birat e hunve si 2 euro. Adin, shumë i keq, konë ma përpora kësha këshyrë shfaqin, besëm, një urë të shfaqcit, se që e kësha këshyrat djallë në halës atë nipin 1 minut. E që ky nipi e ka pas një këngëtare mos t'ja femna, tash e reqke. Qëfar hoteli, nora. Shkoj shumë na si fëmije, kështu shumë, më, këte. I pa të Lebanes në Prishtinë, Vill, në Ksamel, shkoj ke me thyre kur dhe të jamajt asoj kryt në uj, asoj këngëtarës. Dhe më e maltretoj ke shumë. Ndeti ashtë i ke kryt? Jamaj ke kryt në uj, thej ke rekur dhe çdo vit me të. E reqke o burë. E tash po du me thonë që kur e ki keshin, ty nuk të këshyrin fort sa je atë ka cu fëminin goja, sa je facera, sa në kia, po kuptoni? Pse po keshni? Femna menoj, falenderit kolegë, falenderit. Femna menoj që mas pare du të me respektu vetë vetën. Tash peshojmë realitetin që fare po jetojna, gjithandej modele, jo modele, po motele, më falni. Dhe sot futesh për shembull me një motel, hapen të dyrë, kënc, edhe hentit, trakat. Vazhdo, në 13 që ki ma nëzet. E ato ki për mas, në kojtit ninjës, kujtojnë gjinja që jarë me një djallë të migjes. Shkon 13 ato, si të hish, thu, në telefon, ftoft ka. Dil pe aty të shkon nënsh, hajde, dil nënsh, shkon nënsh, s'puna në bajleri. Qa është dhe me t'lina ndorë, është e me shku tash në tjetëren. A në fakt, ka mundësi që në plot kësi motelesh, mund të ketë kamera, mund të ketë mikrofona, po këto gjona si logjikojna. Dhe pa dollë të pe motelit, mund është më bo rezil në masë. A qia, mua betin e nanë, tha. Jeni bo për duar trokitja, sinqerisht për tha. Realisht, ti po shonë, kjo është rast për një me shumë i dhimë shumë që a thash, edhe menoj që shteti du të më marrë me këto, se ditës këna fillu më bo si Molvic. Molvic, jo, po Moldavi. Moldavi. Po. Moldavis, po se s'ki shtet. Qka po preti o zotni? Hajtë kalzëm, a shteti me të bomë si të një, qka? Jo, po pres shteti me arrestu. Kanë me arrestu, hypsin a këtë hypten? Dët. Po, a ki fakte ti për shambull që egzistojnë raste tila? Po, kam fakte. Po, pse s'pi denonson polici? Nuk i denonsoj se nuk gëdzoj, tutna. Pej kujt po tutësh? Tutna pej që ti hypsilonit. Po, a përse ku është problemi jonë? Na do me thonë, rrim qetë për balë një faktit, edhe të na krejt e din që burri e kup grunë vetë, këshia, e kup të rejda jakë. Edhe nuk jemi në gjendje besëmni që as na interesën, vishë veshtim shelim. A është edhe tjetra, bëbo me që zotë me metë në lift, jemi në gjendje edhe zjarë fiksat më thirë. Këta jemi na. Kështu që unë e pomenoj që përgjithësia individuale është ajo që na duhet me shnosh si shoqni. Këta jemi. I kemi dëgju këto elemente që në shkollën fillore, zotrit, lutem. A bën vesh në tërprej një sekund. Lirisht, po... Që që po thëmë, inderum, i akademisë. Urna. Pasha shpirtin asaj nane, vish jemi në emision. Se ti zhëmë konë live kështu dikon, me këtë logikën tone që vazhdojnë me insistu, dy kom t'i kësha thy. Po kjo çfa po thoni ju, i bie mos e hudhni letrat në tokë, po hudhni në shportën e mbeturinjave. Po që kjo logika është, akademi, kjo e logika cila na i ka qinove. Familja duhet me shnu shoqni. Sidomos këto që janë të bukura, por janë me kokë peshku, me tru peshku, duhet t'i trajtoj shteti. Po, se këtu akademia në femnat onta. Ty një femën e onë ta hanë kuke në Citroenin. A po kupton? I han. E vërtet është, unë menoj që shteti Kosovës do të me marrë një hap urgjent
mja të rjek në njohjen Dubajt. Pse Dubajt? Se aty pa marrin thu vajzat shqiptare. Të kthehemi në realitet. Të marrëm shembull çiken e Bastaziz, respekt për Bastaziz. Respekt për Nuk ka diskutim. Një fshat atje ku jeton për shembull Baci Aziz me çika, me sen. Domethënë është fshat i marginalizuar. Sora Ashtin mos ma qoftë atje. Domethënë edhe rat janë poshtë. Çka ndodh atje? Çika është e pashkollume, pa pare, kur gjatë domethënë. Len njëjtë, jeton, vdes njëjtë. Dhe çka ndodh me çiken? Aja një ditë vendos mu pucit fort. Një par pantollat në gusht, një par nalt, edhe është djergën sheher. Gjyllët si djenë sheher, kryet në gilindera. Edhe peper masa ne nuk di çka të bëvaki. Domethënë, në këtë aspekt unë mendoj që shteti duhet me intervenu me urgjencë sepse është obligim i shtetit. A u kuptum? Mëj me ndërhy, më du të me të thonë, prap kesh ke veç, se e kam shtin me full pa lidhje. Sinqerisht po të thëmë. Thuj më çka dush. Jo, po të thëmë shumë sinqerisht. Prap po të kthejna të tema të muhabeti bazë që kesh të folë. Shteti, çka ko me të bëmë rëbu shteti? Shteti mundet me fakte, me qumë burg personin i cili jep pare për raste caktume. Kaq, edhe i njëti njëri mundet me dalë për burgut shumë shpejt del. Po problemin çka unë po du me thonë është që qikës s'ka mi bo. E qikën, veç familja e shnush. Më thonë, problemin e qikës duhet më marë familja, jo shteti. Apo kupton, jeni komplet diçka tjetër të folë. Por kur femrat e reja shkojnë mas burrave të martuar, sidomos kur është në pyetje paraja. S'ka asnjë raste. Nuk di të ketë ndodhur ndonjë rast i tillë. Edhe unë nuk më dëgju raste të tilla. Ju thoni që një femër e re nuk martohet me një burr që është 50 vjet më i madh se vajza. Nuk ka bre, kjo është propagande shtetit fqin këtu me na qitë faqen e zezë. Nuk ka, të pakten mu nuk më kish ik kjo si informat. O ka një farë rastin në dalet Lipjanit, një farë me një latë diqka o pa të në kallat, po nuk ka kësi rastin. Me bo qef po, ama me pare ja. Ja, mendoni ju që femrat e estradës tonë kanë një sponsor pas? Për Shqipni po e di sigurt, a për Kosovë ta garantoj me kryhi. Ska, janë motra tona, janë bile dhe i kena si mesa, nuk ka, besa. Se është shumë let me dit, a ka s'ka sponsora. A këthejnë? Okej. është shumë let me dit, a ka sponsora, a s'ka. është matematike thjesht. Qka bojnë këto? Knojnë. Tash, dimnit nuk knojnë, se dimnit as hutis kënën. Knojnë verës. 3 muaj verë. Llogaret e ti, java 2.000 euro. 4 javë ka një muaj, 8.000 euro. 8.000 euro 3, bojnë 24.000 euro. Ku bileta aeroplanit, ku fjeta, ku qethja, ku ketë këto shpenzime, të mesin 20.000 euro. A ki rrinë të avozit 700.000 euro rrinë gjëverin atje, 700.000 sponsora pa i pas nuk më ne bënë ato. Ja, mik, 700.000 euro rrinë gjëverin nuk ka, po... Nejse dhe parim po pajtonë në me ty dhe dikon. A di qka është të halë jem, qka me nejënëm? Ke vendos, që shë thashtë dhe ma heret, me pëshur jetën tonë, me pëshur ftyrës, pëshur edhe në skajt. Ideja jem është që, kur të shkojsh mi bo këto punë, dhe më thonë, mos shko lirë, kapja jahtën, po mos të plizme për i kilë me shtë blunë, ma, se s'ka kuptem. Kur të shkojsh, kap, fëqishëm kape. Po më pëlqen kolegë, bravo, që është veç që t'ju pikë sene, bravo, veç për para. Unë për veti kom marrë pjesë në shumë konferenca për drejta të grave dhe jam shumë aktiv në këtë çështje, po një sem po më bëm për shtypje që jeni të diskutu për femnën. Jeni të u bo, sigur me thonë, a është pasuli i pejes ma i mirë, a i tetovës. Besoj që pasuli i pejes është shumë më i mirë se sa i tetovës. Gone që thot. Nuk ka rëndësi, o akademi, apo kuptojnë që për thonë, nuk ka rëndësi. Rëndësia është që femna është e shajt. A dini pse është e shajt? Se Zoti ka vendosur. Edhe unë tash ju kisha shoh kështu komplet të treve me nanë, por nuk ju shoj se e di që nonat ju kanë bë, e viçis ju ka bë.
po babalart javë shifsha. Jo. Ullo, ku përshkan? Ullo, s'ka më që. U banet ju me full, kush me kon po ethet. Pan la të këshia. Që jeni basi do gra që në fund të borrit më lidhen edhe fullin për krejt mahallën. A jeni të e një vetën që ka jeni të full. 37 vjeti ku mba, edhe ku marë në përfundim, që truni i mashkullit është idiot. Na, si qenje jena idiota. Pak ma shumë idiota, s'kisha thonë, nështë që ata që pishkelin me ka 200.000 euro, janë ma majmuna idiota se sa na këtu. Ka doni mëre, a jeni në gjendje ju, shumë pe zemrës, pe loqke zemrës për ju veti. A jeni në gjendje me sakrifiku karierat e juj, edhe me shku me një fshat, edhe me hullumtu, për shemull, dhunën ndaj grave. Pa i me qef, po dalja e plas me angazhime për ditë, dhe më thonë njeri nuk po mundet me i dalë mballë gjitha gjanave, për ndryshe po, me qef po. Ku po? Jo bre, jo, ose s'ka cët një, ta një logiken. Ose ti, a i në gjendje ti për shemull, që e përsha një rast në rrugë, eshe burri, ja fut shuplak gruzë vetë. A i në gjendje me shku me lejmë në polici? Jo, asti. A moni ja kom, mos diskutoni, se këtu muhabeti nuk janë bora. Për bezu t'i gashën nuk e kam ditë që e ka që romantik. Jo, mëne, po s'kom ditje me romantizmën. O e herën e fundit kër i bleva gruz, lule, tu hin kerë me derë, i këputa komplet lullet. O metën vish bishta në to. Kështu që nuk kom lidhje me romantizm, po pengon logjika e majmunav, e idiotav, që po hojnë mut për kur gjë. A kryve, e lexova unë një ditë këtë librin e fundit të Morena Tarakajt. Kujt? Morena Tarakajt. Edhe më pëlqej shumë një thonje, thëjke, femna është si gjethi. Sa ma të denduna që janë erat, aq ma largë që ujnë gjethin. Në më pëlqej shumë, ati në më boni për shtypje, për një me. A krymë person? Po, shikues të ndëruar ka që kishëm për sot, ndërsa ne shihem javën tjetër. Oj zogo, jedek me vija, oj zogo, jedek me vija. Ai ke pa shoqete mia, ai ke pa shoqete mia.